Blerja e kapaciteteve mbrojtëse përmes bashkëpunimit shumëkombësh, ndarja ekspertizave në rekrutimin, zhvillimin dhe mbajtjen e personelit për rritjen e kapaciteteve parandaluese dhe mbrojtëse, si dhe stërvitjet e përbashkëta janë disa nga aspektet që përmban deklarata katërpikëshe e aleancës ushtarake të lidhur mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Teksti plot i marrëveshjes që u nënshkrua më 18 mars u publikua të shtunën nga ministrat e mbrojtjes të 3 shteteve. Në të, mes tjerash, parashihet edhe forcimi i hapave kundër kërcënimeve hibride, shkëmbimi i informacioneve të inteligjencës për parandalim, si dhe mbështetja për Kosovën në perspektivën euroatlantike. Ofrimi i mbështetjes së plot për integrimin euroatlantik të Kosovës, duke ofruar mbështetje për statusin e saj në partneritetin për paqe të NATO-s. Tek e publikoi dokumentin, Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu ju përgjigj edhe kritikave e akuzave të drejtuara nga Serbia për marrëveshjen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e quajti aleancën ushtarake të Shqipërisë e Kroacisë antare të NATO-s me Kosovën si shkelje të marrëveshjes nënrajonale të 1996 për kontrollin e armëve. E Vengu në një postim në platformën X tha se në Tiranë nuk ka precedent për marrëveshje apo traktate të fshehta në dëm të fqinjve. Serbia, duke ndjekur prej 2 vjetësh një politikë të karrigës boshe në iniciativat rajonale, ja ka pezulluar në mënyrë të njanshme vetes mundësinë për të nxitur ose për të marrë pjesë në konsultime shumëpalëshe. Ky pezullim, që është në dorën e Serbisë të lihet me njan, e bën të kot çdo narrativ viktimizuese që vjen nga qeveria serbe. Qëndrim të ngjashëm shprehu një ditë më parë edhe presidentja Vjosa Osmani që kualifikoi Serbinë si të vetmin shtet të Ballkanit Perëndimor që përbën kërcënim për rajonin teksa theksoi se historikisht shtetet agresore siç tha janë Serbia dhe Rusia vazhdimisht tentojnë të paraqiten si viktima. Përgjigje Vučićit i ka dhënë më herët edhe kryeministri kroat Andrej Plenković, tek tha se ka kaluar koha kur Zagrebi ka kërkuar leje nga Beogradi se si të veprojë dhe me këtë të bashkëpunojë. Ministrat e mbrojtjes të Kosovës, Shqipërisë e Kroacisë kanë thënë se nisma nuk është e drejtuar kundër askujt, por se ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit mes 3 vendeve në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes dhe se ajo mund të zgjerohet edhe me shtete të tjera.